Pavarësisht fluksit të madh të lëvizjeve që ka rruga nacionale Tiranë-Drogj-Plepa dhe rëndësinë e lidhjes me Tiranën apo Durrësit të 7 fshatrave, Ministria e Transporteve nuk parashikoi buxhet as këtë vit për këtë segment të amortizuar. Ministri i Transporteve Edmond Haxhinaso në përgjigje të Interesit Ora News tha se investimi kërkon financime të konsiderueshme, pa dhënë afate se kur do të vjetë dorë në rindërtimin e këtij aksi të rëndësishëm. Kemi një projekt të përgatitur për këtë rrugë dhe do të shikojmë mundësitë e financimit të saj. Është një rrugë e cila kërkon angazhime financiare të konsiderueshme, kështu që patjetër është në planet tona, por unë nuk mund të them sot se kur mund të realizohet. Në këto kushte banorët dhe drejtuesit automjeteve duhet të vuajnë ende kalimet në gropa të thella të rrugës, ndërsa i kujtojnë qeverisë se janë taksa pagues të rregullt dhe se kjo ndërhyrje duhet të jetë prioritare. Çfarë i themi në qeveria i di vetë punë e vet. Po sa rëndësishme është për banorët, për qytetarët, për drejtuesit autometeve. Po për shumë na shkatron nga makinat. Prish makinat, taksat po i paguajmë gjitha në rregull. Projekti dhe buxheti i fusin gjithë në për xhepet, i shikoj rrugën si është kaq amortizuar gjuna makinat, mjetet. Por ditë do bëjmë këtë rrugë. Takset ja pagu shteti dhe shteti nuk përgjigjet. Projekti për këtë rrugë ekziston, por që sipas qeverisë nuk ka financa. A duhet të ndërhyjet, a duhet të shihet me prioritet kjo rrugë? Se jo, kjo rrifet shumë. Kjo rrugë, çfarë do është? Rrugë kryesore. Kush do i paguaj? Kush i paguaj? Ne po japim vit për vit taksat. Pra duhet të shihet me prioritet. Gjenia është për një lloj, mas 30 vjeç po kështu. Prej 30 viteve që nga asfaltimi i fundit, drejtuesit automjeteve vazhdojnë të përdorin këtë segment pas një standard, duke u shndruar në burim aksidentesh, ku përveç fondeve për gropat mungon edhe kujdesi për sinjalistikën.